Enciklopedia është një punë 10 vjeçare e jona, një punë, me thënë drejtën, e pabesueshme që ne do ta përfundonim këtë, po përfundimisht neve e marrum këtë libër. Rëndësishme është kjo enciklopedi dhe sa keni... Enciklopedia është një kujtim i gjithçka që i takon sportit. Me të gjithë veprimtarinë e vet, jo vetëm personale, por veprimtarinë e përgjithshme që ka sporti. Kur kanë dalë ligjet, ç'është atletika, ç'është basketbolli, ç'janë sportet në përgjithësi, kush kanë qenë sportistët artista, kush kanë qenë sportistët deputet të Shqipërisë, kush kanë qenë sportistët që kanë luajtur një rol në një fushë tjetër të jetës sociale tonë. Kjo ka shumë rëndësi, është një dituri e përgjithshme për sportin shqiptar. Jo vetëm për mbajtje e jashtëzakonshme të librit, puna shkencore gjithë përfshirja, është i libër që ka dhe disa dhëna që rrallë gjenden... Po, mendoj se kështu është. Ky ka gjërat të cilët do t'i shërbejnë studiosëve, do t'i shërbejnë njerëzve për kuriozitet, njerëz të cilët do kujtojnë njerëzit e tyre të cilët i kanë pas sportistë shumë të mëdhenj. Këtu janë kampionët e Shqipërisë, mjeshtrat e sportit, mjeshtrat e merituar të sportit dhe gjithë ato që e kanë, si më thanë, karriken e tyre e kanë të hapur në këtë enciklopedi.